flasëm për gjithë bizneset, këto kena mos pajtueshmëri të madhe, se nuk është e vërtetë se gjitha bizneset kanë ngritë çmimet. Ka pas lëvizje të çmimeve, por Kosova varet nga importet ku në vitin e kaluar 6,3 miliard euro ne kena importue. Edhe më tutje varet nga importet, edhe më tutje neve na diktojnë çmimet e importit. Kurse bizneset shërbyse tregtare, ato e kanë një marrësh të veten, por prap se prap ajo nuk është e logjikshme që nëse është rrit energjia elektrike 16%, të ngritet çmimi 50%. Ose, siç e përmendi ju, nëse është rrit energjia elektrike 16, kafja të shkon në erë gjys 2 euro. Kjo është keqpërdorim i situatës. Ne duhet, secili sektor e ka produktin e vet primar. Dhe nëse produkti vet primar shtrajtohet, e në këtë rast, energjia elektrike është produkt i rëndësishëm, por jo primar për çdo shërbim. Dhe kjo neve na tregon që ne edhe çmimet në Kosovë nuk janë vetëm pasojë e energjisë, po është edhe pasojë e mungesës së prodhimit. Ndoshta mund të jetë edhe rritja e konsumit, këtë duhet të bëjmë një analizë, por prapë se prapë, përdesa na varemi nga importet, ne varemi nga rritja e çmimeve të tyre dhe nga inflacioni. Në Gjermani një kafe është 2,40 euro. Paga aty mesatarisht 2.000 euro. Në Kosovë është një kafe rreth 1 euro mesatar, dhe kjo është një çmim i përballueshëm për pagat që në Kosovë janë të vogla dhe më të voglat në Ballkan. Por nëse ka ngritje të çmimit 100%, atëherë duhet të lëviz autoriteti i konkurrencës që të shikon se çka po ndodh dhe si. Edhe pse bizneset janë të lira për caktim të çmimit të produktit dhe shërbimit të vet. A do të më bëhet një ligj për këta që me caktu çfarë çmimi apo jo? Mungon ligji për tregtinë brendshme në Kosovë dhe përdesa ne nuk e kemi atë ligj, janë disa produkte që përcaktohen, por edhe më tutje ne do të vazhdojna të jemi shteti më i varfër në Evropë pas Ukrainës. Varfëria po rritet, çmimet po rriten, inflacioni po rritet, mungesa e institucioneve po ndihet, mungesa e institucioneve po e godet thellë ekonominë e Kosovës, dhe kjo ndikon drejt për drejti në mos funksionim të institucioneve për mbi kontrollin qoftë edhe të sektorit të energjisë. Sepse sektori i energjisë është sektor i pa kontrolluar dhe është sektor monopolist, i cili neve na ka punën një situatë të rëndë, kur në krejt Evropën është liruar energji elektrike, në Ballkan është liruar, tek ne është shtrajtuar, dhe kjo është e padrejtë.